por duket sikur ja komplikoi gjithçka kartoni i kuq. Sigurisht që kartoni kuq sot bën një diferencë, një detaj më pak, bën i gjashtë i kartoni kuq. Nuk është sa është normale, por mendojmë duhet me pa përpara. Vetëmi problem sot po themi, po ja vim fajin saj sepse nuk ishim as një bërës të japë për të zhvillësu hajmen i cili doli me kartonin e kuq. Por megjithatë pjesën e parë mendoj që kemi qenë dominant, kishim përgatitur ndeshje ndryshe, intervalore, që pjesën e parë ishim pak një linjë më poshtë dhe pjesën e dytë pastaj bënim diçka sigurisht në manovrën tonë. Por asgjë me sukses. Tani vjen pushimi për shkak të kombëtarës. Vjen në një moment të volitshëm për Ignatin për të rregulluar ndoshta. Sigurisht ne vim mas 9 rezultateve pozitive, vjen një rezultat negativ, nuk po themi që është diçka e madhe, por mendoj që do të kishim një ecuri akoma të mirë, do të ishim të përqendruar në pjesën e parë, sigurisht se toleruam shumë para portës. Duket sikur kalendari zbutet disi sepse janë i luani me 3-4 skuadra razi që kanë luftën për mbijetesë. Është një mundësi e mirë për Jo, besoj që është kështu, sepse kampionati tani në fazën e dytë hyn në një fazë shumë fortë. Gjithë ekipet kanë nevojë për pikë dhe sigurisht kanë vështirësitë e veta. Ky sezon duket më i vështirë se i kaluari për Ignatin për ta mbrojtur titullin. Atëherë mendoj mua personalisht e kam shumë punë me ekipin tim, nuk është se nuk po mungojnë rastet përpara portës, po mungon ai që të çutopin në rrjet, por megjithatë duke bërë sigurisht që edhe pushimi na ndihmon. Po situata me Bakayoko sepse nuk ka luajtur ndeshjet e para, tani po aktivizohet. Bakayoko vjen mbas një 25 ditësh i dëmtuar. Sigurisht që është pjesë e grupit. Normalisht po mundohemi t'i japim minutat e duhura.